Përmbytjet e 6 dhe 7 janarit në qytetin e Gjakovës kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Përveç rreshjeve të dendura të shiut, disa banorë thonë se edhe mbeturinat e shumta kanë ndikuar në përmbytje. I rrës qytetarët me zgjujnë mbeturina, këtë lumin për e mush me mbeturina, me bloka, me temelat shtëpia, me sene, teka, uqa, po gjujnë për krejnat e na për gjujnë. Ate po ngushtohet proni. Na po duhet me shu këtë vend për i tushit me ikë për mbeturinave, për mbeturina vdel. Në kushtim vëhet vendi edhe del lumi del. Si pas këtij banori, por edhe qytetarëve të tjerë që kanë shkruar në redaksinë e televizionit Syri, edhe tulltoria afër lumit Krena ka ndikuar që shtrati i këtij lumi të mbushet me mbetje të fabrikës, të cilat më pas përfundojnë në ujë. Tulla vin pi fabrikës Sërpanës. Se vetëm fabrika gjun që kujko vendin i gjun këtë në rek i gjun. Shtrati mushet, besa ura apet u gati u bloku. Unë një sy ka mushkret me bloka, me zaltë i gjujt mbeturinave. Ndërkohë përgjegjësit e tulltorës si mohojnë këto pretendime. Ata thonë se pamjet e mbetjeve nuk janë rezultati i veprimtarisë së fabrikës, por se bëhet fjalë për materiale që qytetarët veti kanë përdorur për shtrimin e rrugëve, e që më pas janë marrë nga dalja e lumit nga shtrati. Në një përgjigje me shkrim nga tulltoria thonë: Po e bëjmë një prononcim lidhur me ankesën e qytetarëve që keni marrë për ndotjen e lumit Krena me copa të bllokave që ne i prodhojmë. Ne theksojmë se fabrika bllokave asnjëherë nuk ka ndërmarrë veprime të tilla. Përkundrazi, ne investojmë mijëra euro në pajisje për mbrojtjen e ambientit, gjë që mund të vërtetohet edhe fizikisht. Copat e bllokave që kanë përfunduar në lumin Krena janë pasojë e vërshimeve të fundit në qytetin e Gjakovës, ku niveli i ujit është rritur ndjeshëm dhe ka pasur përmbytje në shtëpitë që gjenden afër fabrikës dhe lumit. Banorët e kësaj zone për të rregulluar rrugën që çon drejt shtëpive të tyre e kanë shtruar atë me copa bllokash, të cilat ne ua kemi dhuruar si ndihmë. Rritja e nivelit të lumit ka bërë që disa prej këtyre copave të merren nga uji dhe të shpërndahen përgjatë lumit. Pra bëhet fjalë për një fatkeqësi natyrore dhe jo për veprim të qëllimshëm nga dora e njerëzit. Kjo ka ndodhur vetëm gjatë vërshimeve të fundit dhe asnjëherë më parë. Si menaxhment i fabrikës së bllokave, do të përpiqemi që në të ardhmen të evitojmë çdo mundësi që një situatë e tillë të përsëritet. Ndërkohë mbetjet e tullave kanë arritur deri te ura në rrugën 14 Qershori dhe të njëjtat ende mund të shihen në shtratin e lumit Krena.